Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Këtë herë dua pak të ndaloj të komentoj deklaratën të Benitës. Benita nga Big Brother VIP Kosova është një nga vajzat që kur jep deklaratat për jetën e saj dhe kur flet për jetën e saj private, bëhet nami në rrjetet sociale. Benita ka treguar që vëmendja e saj ndaj meshkujve, do të thënë nga ana e meshkujve për të dhënë vëmendjen e Benitës, nuk është se ka qenë vetëm tani, ka qenë gjithmonë. Ka qenë historikisht në jetën e saj, edhe kur Benita nuk kishte intervenime, edhe kur Benita ishte natyrale. Tani, unë mendoj që Benita dëshiron që banorët edhe publiku të nënkupton që Benita është vlerësuar për shpirtin e saj, për njeriun e saj. Nuk është vlerësuar për pamjen, për dukjen, për stilin, për veshjen dhe për atë që Benita ka ndërtuar. Po le ta shohim konkretisht se çfarë thot ajo. Benita ka lënë të kuptohet që ka një lidhje jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Tani kjo është pak, mendoj është pak thik për veten, sepse në qoftë se ajo ka një lidhje jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, atëherë pse pretendonte që të lidhet me Tonin dhe cili ishte qëllimi që Benita kishte me Tonin në këtë mes. Benita tha se e do akoma, gjersa nuk e di nëse po e përcjell pasi ka bërë disa lojra të këqija. Domethënë kjo nuk kupton që Benita ka lënë një raport të hapur jashtë kur ka hyrë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Është artiste dhe biznesmen, thot Benita. Më ka dashur para ndërhyrjeve, kur nuk kam qenë unë askushi. Ka thënë ajo gjatë një bisede që ka bërë në verandë me Lionën edhe me Klodin. Megjithatë, Benita thekson se që një vit nuk ka pasur kontakte me të për shkak të disa problematikave që ato të dy kanë patur me njëri tjetrin. Benita thot 5 vite kam qenë me të. Mandej 2 vitet e fundit, kur ke besim, ai është ekstrem xhelos. Dhe xhelozia, siç duket, ka qenë faktori që ato kanë patur një krisje, por sipas asaj që ka folur Benita, jo një ndarje. Benita tha që i kërkoi që të mos hynte në Big Brother, i ka thënë ai, edhe pse kjo nuk e kishte konsideruar një gjë të tillë. Domethënë nuk e ka respektuar vendimin e tij. Tani, Benita siç duket dëshiron që të merr një dritë të gjelbërt, edhe dëshiron që të merr vëmendjen e atij në qoftë se ai e ndjek apo jo. Është pak situatë interesante, i bie që këtu në qoftë se Benita ka akoma ndjenja për të, edhe është e sinqert në këtë që thot, sepse mund të jetë edhe një provokim për banorët që të ngrënë një diskutim brenda asaj shtëpie, vetëm e vetëm për të qenë ajo në qendër të vëmendjes. Në qoftë se është e vërtet kjo që thot, atëherë pse Benita u lidh me Tonin dhe çfarë dëshironte që të arrijë nga marrëdhënia me Tonin. Kjo në fakt është një gjë e paimagjinueshme dhe atëherë sa të sinqerta janë dashuritë në këtë reality show. Dua të marr mendimin tuaj. Shkruani në koment për marrëdhënien e Benitës jashtë dhe kush mund të jetë ky biznesmen.